Kur edhe pak ditë kanë mbetur nga përfundimi i afatit për përfundimin e shëtitores së Orikumit në aksin kryesor të qytetës, ka ende shumë për të bërë. Projekti shëtitores së qytetës së Orikumit, një tjetër projekt në Vlorë që po kalon çdo afat. Banorët e Orikumit e vlerësojnë të nevojshëm projektin, por kanë kritika për ecurinë e punimeve. Sipas tyre, firma e cila po realizon punën e ka marrë shtruar. Sipas banorëve, edhe në Orikum po ndiqet i njëjti model si në Vlorë, ku rruga është ngushtuar shumë dhe nuk ka vend për parkime. Ata që jetojnë në zonë thonë se ky projekt nuk ka gjasa të përfundojë deri në nisjen e sezonit turistik, nëse puna vazhdon me këto ritme. Tash mendimi im është ky. E vërteta është që po nuk filloi një punë, asnjëherë nuk mbaron. Sigurisht është një gjë. Po nuk thot populli po su prish, nuk ndrejt. Tash ne i duam gjërat me qenë. Nuk ndodh asnjëherë. Unë kam babain pensionist, as nuk shikon, as nuk dëgjon dhe nuk del dot në këtë rrugë. Po s'mund të jetë gjithkohë në kështu kjo rrugë. Sigurisht, o prishur dhe do ndreqet. Tash ne keq kur fillon puna të beharit se vin, tash jesët. Keq kur fillon ndihmën se nuk vjen. Ne jemi dhe pak ara. Po mund të ketë një muaj gjysmë 2 muaj. Kanë kaluar gjithë ato tubo dhe ato që ishin dhe kështu, ne kemi një mendim që këta për të marrë para duan që të prishin atë parën e të bëjnë të dytë. Po unë kam parë aq sa dalon që shikojnë që i kanë kaluar tubo ujë, tubo elektrike, hidraulike, teleferike, tjera. Sigurisht ka i kohë. Ka dhe i kosto që është brenda. Vështirësi edhe në Tesur, edhe në qarkullim, për çdo gjë. Po ta thash që në fillim atë të para që po nuk u prish nuk ndërtet gjë. Që por po s'mund të bëhet të bllokosh gjithë qarkullimin këtu, se do punojnë këta. Tash që të jetë njëri që të punojnë kur kalojnë makina, kur kalojnë njerëz, kur kalojnë shumë gjëra, edhe të bëjë punën. Nuk ndodh ajo. Ne duam që nuk është shumë vonë, po dhe shpejt për të mbaruar sezonin. Shpresoj të mbaroj sepse unë sa e njoh ndërtimin, bëj këto punë e rëndomta që nuk kanë shumë, nuk duken, po të harxojnë shumë kohë. Tash afërsisht mbetet pjesa e asfaltit, gjëja më e lehtë që duket. Kur kalon gjithë tubacionet, kur bën gjithë atë procedurë, pjesa që kanë nënë ata si mbas llojit procedurë të ndërtimit. Se kur mbaron një pallat, pjesa e ndërtimit fillon nga kati 5 se vetë dhe kati parë, fillon nga kati parë vetë kati 5. Dhe kjo procedurë bën gjithë atë pjesën që janë nën vete, nën asfalt, pastaj kur mbarojnë ato, fillon asfalt. Po deri tash si mirë, duke nuk e di çfarë do të bëhet më tutje, më pëlqej, mirë. Po tash kanë filluar, ka një çike të zgjatur. Ja, nuk është në ritmin e duar, ka filluar shumë me vonesë dhe nashin aty, kur bie shik, kur bëhet nuk kalon dot. Vetëm ujë, shumë. Unë e para kam qenë me qisme. Po, nuk e di për të. Duhet i pyes. Po, rezultat. Këtu, që bëjna, po mirë duke në shikë, pa koma që duke që janë baruar. Po në shikë, po bëne më të mira, më letë jetash, më e letë. Që në shikë, këtë beharë, kanë janë, që beharë në shikë. Edhe nuk më marron, për 2 muaj do kishë më marrë. Ka gjithë, për rinë duka që. Po? Privat, rrugë të kam, vetëm drita s'kemë. Po me intereson shumë, po ku nuk kam gjëndorë me zi marat më pension, kemi 4 orë që po marë pensionin një. Po të ndryshoj po adhe, ja erdi behari se do ndryshoj lullet. Gjadin e kam ngushtë, në shumë gjardina se sa, gjadin, ja ishe. Jo, Po. rregullohet më vonë, në bas të vjelave. Po kanë filluar, kanë janë 2 muaj, 3 muaj, 2 muaj kanë. Po si le dhe koha e gjëra ashtu. Punojnë ata për punuar, po bëjnë që të duan, që sa s'na intereson ashtu. Jo, asë një që me kanë shpina në i poshtë. Akina, ja, te kam këtu. Mbrap se dhe i kinë shpi. Se fut fare këte. Jo, në toj bëj punimin, sos po bëjnë atë. Bëjnë atë si në dorë. Si në Si lungomare vlorë. Këtu? Po. Ka parkime këtu plot. Po dhe aty mund të ketë, nuk e dim, parkime këtu në rrugë, me që është e mbujtë s'ka parkim, se parkim mund të ketë andeja.
projekti që po zhvillohet në qytetin e Orikumit ka si investitor Fondin e Zhvillimit me financim të Bankës Botërore. Afati i punimeve është 6 muaj ku puna në zonë ka nisur në fillim të muajit shtator. Vlera totale e punimeve është rreth 186 milion lekë të rinj me TVSH dhe firma që po realizon është 4AM SHPK. Sipas afatit të përcaktuar në projekt, punimet duhet të përfundojnë në fund të shkurtit, por në teren deri tani është realizuar rreth 60% e projektit.